225.000 euro do shesim pallatin 4 katësh. Pra, ky objekt është 4 kate, ka një sipërfaqe, pra sipërfaqja e tokës truall është 300 metra. Sipërfaqja e ndërtimit është 600 metra. Hajde t'i ullim sy pak nga mrena. Pra, arsyeja që unë po flas në këtë mënyrë, flas sepse 225.000 euro për këtë pallatin që bëhet llafe, është shumë okazion. Dhe ky objekti është çdo gjë me dokumenta. 225.000 euro investori në gosë të Kavajës. Jemi larg detit, jo më larg sa 18 minuta. Do shohim mënyrën se si arkitekti e ka organizu këtë objekt. Kati parë është për biznes. Nëse ju doni ta marrni për biznes, ju mund ta marrni për biznes. Në rast se jo, mund ta bëni apartament. Obori është i shtruar me beton, është i investuar, domethënë, tu poshtë kemi një pus me thellësi 90 metra, pra thellësia e pusit është 90 metra, ka ujë për gjithë gosën, jo vetëm në këtë pallat. Tani do ngjitemi lart, do shohim me radhë se si janë të investuar katë tjera. Urdhëro. Se si e kanë investuar me granit. Kjo është i shtrenjtë, urdhëro. Shikoje. I gjithë objekti është i shtruar me granit. Pllakat janë me granit. Hajde pak. Shohim një nga apartamentet se si është e mobiluar dhe si është organizuar. Hajde pak. Muret janë bërë të gjitha me patinim, pra çdo punim që është bërë cilësor sepse këta janë vetë stallar. Kjo është salla ndejes, bajo, rrob gjumi dhe pjesa kuzhinës. Urdhëro, hudhi sy shpejt e shpejt. Balkone pa fund, hajde. Shive që i kanë ematon. 225.000 euro, super okazion. Këtu jemi në katin e 4. Shikojmë pak, autostrada është 200 metra larg dhe rruga kryesore e Gosës është 100 metra larg. Kjo është mes 4 rrugëve, mes kryqëzimit. Shikoj objektin këtu, pra jemi mes 4 rrugëve, ke frymëmarrje kudo. Atëherë, largësia nga plazhi, nga spilleja, jo më larg sa 18 minuta. Bëhet fjalë për 3 km apo 4 km. Tregoja pak për spilleja. Jam i sigurt që këte do ta shes te objekt, sepse janë 4 kate, janë 600 m2 me dokumenta, 300 m2 tokë truall dhe mbi gjitha është çmimi super ideal, super okazion. Vetëm për 225.000 euro nuk di ç'a them. 600 m2 ndërtim, 300 m2 tokë truall, jam i sigurt që do ketë njerëz të interesuar për ta blej këtë pasuri. Obori, parkimet, janë gjitha këtu. Ju përshëndesim tani dhe pres njerëz që t'i çoj, t'i kap, t'i çoj kënoteri. Na kontaktoni, respekte.